Nëse kjo video të gjeti pikërisht tani, diçka më të madhe se rastësia është në lëvizje. Ndoshta ndihesh i izoluar në një luftë të heshtur, duke mbajtur barrën brenda, ndërsa bota rreth teje vazhdon të kalojë pa ditur thellësinë e atyre që kalon. Por dëgjo me kujdes. Zoti nuk ka ndenjur, ai po të flet, nëpërmjet detajeve të vogla, në heshtjen e natës, në ata momente kur ndihesh çuditshëm i qetë me stuhis, mos u largo. Shenja më e fuqishme shpesh vjen në fund, dhe pikërisht atëherë kur shumica e njerëzve e kthejnë shpinën. Së bashku, le të zbulojmë së bashku këto shenja, jo vetëm çfarë janë, por edhe pse tani, pikërisht në këtë kthesë të jetës tënde, Zoti ka zgjedhur të të thërres me emër. Ti nuk je këtu rastësisht. Nga miliona video, nga mijëra zëra, pikërisht kjo u shfaq para teje. Dhe ndoshta mendon se është thjesht përputhje, por ka momente në jetë kur diçka të gjen në kohën e duhur. Ndoshta kohët e fundit ke ndjerë një lodhje që nuk e shpjegon dot, një boshllëk, një pyetje pa përgjigje. Dhe pikërisht kur brenda teje lind ajo pyetje, vjen edhe mesazhi. Mos e nënvlerëso këtë moment, sepse ndonjëherë përgjigjet nuk vinë me zë të lartë, por me një ndjesi që të thotë: ndalo, dëgjo. Në pjesën tjetër do të zbulojmë shenjën e parë që tregon se ky mesazh është për ty. Perfeito, vamos aprofundar. Pjesa 2, shenja e parë, një pyetje që nuk të lë të qetë. Ka një pyetje që po të ndjek. Ndoshta nuk e thua me zë, por ajo është aty. Pse po ndihem kështu? Ku po shkon jeta ime? A ka diçka më shumë për mua? Kjo nuk është rastësi. Kur një pyetje fillon të përsëritet brenda teje, ajo nuk është dobësi, është zgjerim, sepse para çdo ndryshimi të madh vjen një shqetësim i brendshëm. Zoti shpesh fillon duke trazuar qetësinë e reme, jo për të frikësuar, por për të zgjuar. Nëse një pyetje po trokot vazhdimisht në mendjen tënde, mos e shtyp. Mund të jetë fillimi i një drejtimi të ri. Në pjesën tjetër do të flasim për një shenjë që lidhet me gjërat që papritur nuk kanë më kuptim për ty. Ka gjëra që dikur të mbushnin me entuziazëm. Tani nuk ndjen më të njëjtën energji. Bisedat duken bosh, ambicjet e vjetra nuk të ndesin më. Dhe kjo mund të trembë, sepse kur diçka humbet kuptimin, mendon se po humbet edhe ti. Por jo, nuk është humbje, është tranzicion. Kur një kapitull po mbyllet, emocionet që e mbanin gjallë fillojnë të zbehen. Zoti nuk të heq diçka, pa të çuar drejt diçkaje më të madhe. Por para se të shohësh të ren, duhet të lirosh të vjetrën. Nëse ndjen se nuk përputhesh më me disa gjëra, mos e quaj krizë, quaj e rritje. Në pjesën tjetër do të flasim për një shenjë edhe më të thellë, një ndryshim që ndodh në mënyrën si ndihen njerëzit rreth teje. Ke filluar të ndihesh njerëzit ndryshe. Disa pranë teje të lodhin pa arsye të qartë. Disa biseda të rëndojnë. Disa ambiente nuk të japin më paqe. Dhe njëkohësisht, tërhiqesh drejt qetësisë, drejt thellësisë, drejt diçkaje më autentike. Kjo nuk është rastësi. Kur je duke u ngritur në një nivel tjetër shpirtëror, ndjeshmëria jote rritet. Ti fillon të dallosh atë që të ushqen dhe atë që të zbraz. Zoti nuk të ndryshon vetëm rrugën. Ai ndryshon perceptimin tënd. Nëse po ndihesh më selektiv me energjinë tënde, mos u ndje fajtor. Je duke u përgatitur. Në pjesën tjetër do të flasim për një shenjë që shumë njerëz e përjetojnë, por nuk e kuptojnë. Momentet e përsëritura që nuk janë rastësi. A vën re modele që po përsëriten? Një numër që e shef shpesh? Një fjali që e dëgjon nga njerëz të ndryshëm? Një temë që rikthehet vazhdimisht në jetën tënde? Në fillim duket si përputhje. Pastaj bëhet e çuditshme. Dhe më pas bëhet e pamundur për ta injoruar. Kur një mesazh është i rëndësishëm, ai nuk vjen vetëm një herë. Ai përsëritet. Jo për të ndifkur, por për të zgjuar. Sepse disa gjëra nuk mund t'i dëgjosh në zhurmë. Duhet t'i vësh re në model. Nëse diçka po rikthehet vazhdimisht në jetën tënde,
Ndoshta nuk është pengesë. Ndoshta është drejtim. Në pjesën tjetër do të flasim për një shenjë shumë personale. Njerëzit që hynë papritur në jetën tënde. Papritur, dikush hynë në jetën tënde. Një bisede thjesht, por që prek thellë. Një këshill që vjen pikërisht kur kishe nevojë. Një person që duket sikur të kupton pa shumë shpjegime. Dhe ti mendon se është rastësi. Por kur je në prag të një ndryshimi, njerëzit e duhur shfaqen. Disa për të udhëzuar, disa për të sfiduar, disa për të kujtuar vlerën tënde. Nëse kohët e fundit dikush afir në jetën tënde dhe ka lëvizur diçka brenda teje, ndoshta ishte pjesë e mesazhit. Ka periudha kur duket sikur qielli është i heshtur. Asnjë shenjë e qartë, asnjë përgjigje e drejtë për drejtë, vetëm pritje. Por heshtja nuk është bosh. Ajo është përgatitje. Një farë rritet në errësirë përpara se të dalë në dritë. Nëse je në një fazë që të sihet të thellë, ndoshta po formohesh për diçka më të madhe. Shpesh, para një ngritjeje të madhe, vjen një provë. Gjërat bëhen më të vështira, presioni rritet, dyshimi përpiqet të ndalë, por rezistenca rritet kur je pranë një thyerjeje të madhe. Nëse kohët e fundit sfidat janë intensifikuar, mos e shiko si dështim, shikoje si shenjë afrimi. Ka një moment para ndryshimit, kur gjithçka duket më e rëndë. Dhe pikërisht aty, shumica ndalen. Por nëse ti ende po kërkon, ende po beson, ende po dëgjon, atëherë je më afër se sa mendon. Mos u ndal tani. Gja mesazhi. Mos ki frikë nga ajo që po ndryshon. Mos u kap pas asaj që po mbyllet. Mos e nënvlerëso forcën që është rritur brenda teje. Ti nuk je këtu rastësisht. Gjërat që u larguan të mbrojtën, sfidat të forcuan, heshtja të formoi. Dhe tani je gati. Ky moment nuk erdhi për të friksuar, erdhi për të zgjuar. Nëse kjo flet me ty, mos e injoro. Sepse ndoshta, ky ishte mesazhi që prisje. Tani që e ke parë këtë mesazh, nuk është vetëm për të kuptuar, është për të vepruar. Mos prisni rastësisht që gjithçka të ndryshoj vetë. Çdo ndjesi, çdo shenjë, çdo takimi që ke përjetuar, ka një arsye. Zoti po të tregon rrugën, por ti duhet të bësh hapin. Mos e injoron ndjesinë që po të thotë, vepro, mos vono, mos u dorëzo. Ky është momenti për të ndjekur mesazhin, për të hapur derën e re, për të ndjekur atë që brenda teje po thërret prej kohësh. Nëse vepron tani, çdo pjesë që të ka ndodhur më parë fiton kuptim. Çdo sfidë, çdo pritje, çdo heshtje bëhet pjesë e rrugës tënde drejt diçkaje madhështore.